në Ukrainë, ndërsa hetimet për anijen dhe rrjetin e saj vazhdojnë. Si dhe qoftë miqtë dashur, ka qenë ai aksioni i Spakut që duket se ka bërë të kruajnë kokën të gjithë intenditorët e zhvillimeve kryesore dhe gazetarëve u duket e pabesueshme, por besoj e pabesueshme u duket dhe atyre biznesmenëve dhe narkosave të cilët kanë pasur garanci nga kryeministri që aty do të ishin të sigurt aparatet e tyre dhe me sa duket industria e ndërtimit po shkon drejt atij kolapsit të parashikuar, sepse u zbulua dhe u provua më në fund edhe nga prokuroria e posaçme që gjithçka bëhej me paratë e krimit dhe të drogës. Gjitha ato kulla, madje edhe përcaktimi i çmimeve fiktive dhe të pamundura për qytetarët shqiptar bëhej nga këto organizata në bashkëpunim me firma ndërtimi. Do të jetë sigurisht një nga çështjet kryesore që do të jetë në diskutim dhe në tryezën e gazetarëve dhe të analistëve, por edhe të shtëpive tuaja. Sigurisht pasojat e kësaj do të jenë të jashtëzakonshme, por mbi të gjitha ka një zhvillim që duhet sjellë pasojat e jashtëzakonshme. Ajo është dorëheqja patjetër e Ramës, me shpresë që të pasohet nga një hetim i beftit i tij, por mbi të gjitha edhe sa do rezistojë. Këtë duam të ndajmë ditën e sotme, na e tregoni pak në 069 27 22 27 2. Dhe mesazhet janë të shumta, kanë mbritur nga Amerika për shembull na thon përshëndetje. Me këtë mesazh përshëndes të gjithë protestuesit pa përjashtime, çfarë po bëjnë ata? Çfarë po bëjnë ata? Për Shqipërinë ka ndryshuar mendim, nuk do jemi më emigranta. Kjo ishte një ndër gjërat më të bukura që mund të dëgjoni. Po, edhe shpresojmë që të kemi një rikthim të madh. Ndërkohë, Batonit shif diskuto për ujërat e zeza nëpër qytet dhe jo për letrat e protestuesve. Dakor, të drejt surrelit protestuesit, jo drejt rinasit. Me radhë njerëz. Me radhë. E kemi edhe një telefonat në linjë. Dhe do më presim patjetër. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Claudio. Mirëmëngjes. Ju shëndet të dyve. Faleminderit gjithashtu. Jam një qytetar nga Tirana, kam folur vazhdimisht me juve, por sot ka ardhur koha o sot o kur. Edi Rama jo duhet të shkarkohet. Po Edi Rama më kujton generalin e Republikës Dominikane, ku përdhënonte vajzat 14 vjeçe. Ai është jo psikopat, po është një më negativ që ka parë bota. Tërna e duhet eliminuar urgjentisht. Eliminuar nuk e themi dot se nga pushteti, ndoshta, jo kështu fizikisht. Falenderoj mikun ton, spostohemi në Gjermani me një tjetër përshtypje. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes nga Gjermania, Freiburg. Mirë se erdhe. Në rast parë doja t'ju thoja nëpërmjet jush gjithë protestuesve, gjithë të rinjve shqiptar, bravo ju qoftë për atë që po bëjnë. Zemra dhe shpirtin na dhëm që nuk jemi aty prezent. Duhet jenë të gjithë krenar. E pavarësisht partisë politike që mund të përfaqësojnë, të djathtë të majtë. Të djathtët duhet jenë krenar për atë që po bëjnë dhe të majtët e pastër dhe të pakorruptuar dhe të papërlyer, të pa inkriminuar duhet jenë dhe ata krenar. Çdo gjë që ka qytetëria sot shqiptare e ka vetëm dhe vetëm një njeri. Me atë që ka kriminalizuar politikën, ka kriminalizuar biznesin, ka kriminalizuar shoqërinë shqiptare. Ai e quhet Edi Rama. Dhe besoj në bazë pyetjes tuaj, a më dëgjoni? Po. Thjesht po të ndërpresim. Besoj që duke ju përshtatur pyetjes tuaj dhe idesë tuaj për atë neopolitikanin e re të qytetit Shkodrës, nuk i besoj shumë, sepse ajo e ka treguar veten, ajo i avandoi një herë protestën apo grevën e studentëve. Kështu që njeriu kur e provon një herë pa këtë rrugë të poshtër, nuk e ka për gjë. Besoj që mund të jetë një lojë. Kjo është ai gabuar. Sepse po të jetë ndryshe, goca duhet të vejë, të marrë mikrofonin dhe të jetë atje mes Shqipërisë dhe mes diasporës. Marrë mikrofonin dhe të dalit flasja atje. Kurse për Nëse do ta bëjmë më herose ç'duhet ose deputete PS-s është, Shumë vonë e kuptojmë duket. Ja, prandaj thash. Dhe as më tepër që ajo ka provuar veten një herë pa pjesë kur në grevën e studentëve, në demonstratën e studentëve, ajo
E abandoja, ajo doli, e bojkotoi studentët. Kam përshtypjen më keq e bëri me ata të thethit, po histori tjetër ajo. Kurse për fytyrën e dytë në kohën që jemi këtu i pa sportin, kampionatin botëror, dhe sa do na vazhdoi Rama, nuk besoj se do ta haj fundin e kampionatit, shpresoj dhe maksimumi 2 javë të tjera. Në qoftë se qytetarët shqiptarë, të rinj shqiptarë, ne që jemi këtu nga diaspora, duke i për lutje dhe falje dhe njerëzve tanë të humbin të të hedhin poshtë frikën. Frika ka vdekur. Kjo protest ka bërë një gjë të mirë. Frika ka vdekur. Kaq. Dakor, faleminderit. Lali Rama, duhet të di që Jari i ka ditët e skutra dhe burgu e pret. Dakor, e përshëndesim zotrin, postohemi Stoelada. Jepi Greqia. Nëse nuk do Greqia, kemi Belgjikën që është në linjë. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më thuaj. Jo, është shumë e bukur kja protesta mbrëmshme. Është shumë e dhimbshme për shqiptar, sa shqiptarët janë në migrim. Unë veç nëna jeme, domethënë, që unë veç nënën kam se pa dek. Veç nëna jeme i ka 10.000 jashtë shtetit. Da kuptoj. Vini pa mesa, o zot inshallah dën që me i ky Rama e tonë këthej në shpira tona se nuk është edhe letë nëjna, na mungan gjithë. Sigurisht. Ka që kisha, faleminderit. Faleminderit. E përshëndesim mikun ton dhe mirë presim telefonat tjetër. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes dhe përshëndetje. Mirë se vini. Tani, ky ministri që është akoma në detyrë, edhe disa merita i ka, disa të mira ja ka pur popullin shqiptar, ndër të cilat unë doja të veçoja, për shembull, 100 shatra turistik në Berje. Çfarë? 100 shatra turistik, nuk e keni parë juve? 100 shatra turistik. Po, këtë kanë, o për leja. Po si e, po ka bërë shtetin Bektarplan, ka bërë Balkanin e hapur, ka bërë intelinator, ka bërë koncepcione për indësi, sterilizimin. Ka bërë gjiro me avion. Po si e, po ai na beri aeroportin e Fushit Nere, aeroportin e Vlorës, portin e Durrësit, po na ka bërë, po na pruri diellën na i beri në Shtadllanin. Po si, po ndo të shrokin, mos e harroni në shrokin me e remëzën. Tani, të gjitha këto janë meritat e këtia. Absolutisht. Tani një diçka nuk më pëlqen aty të protesta. Rama jep dorëheqjem sikur e për këdhelin. Po ai nuk ka nevojë për përkëdhelje, ai ka nevojë për ultimatume. Se mirë zonë revolucion, po revolucioni nuk është në përkëdhelje. Se ai është një lloj mostre, një lloj fytyre e ndyrë, që na përkëdheljet nuk ka frikë ai. Ai ka frikë në dajatu. Aty duhet një mirë tem. Se që ka bërë populli shqiptar ai, jo varjen me Tiranë, pa i meriton gjegje në formë në drugët. E kuptoj. Ju falenderit, E përshëndesim mikun ton, ndërkohë do të përpiqem të përcjell disa prej mesazheve të mbërritura, nëse ndonjëherë qëllon të na lën. Përshëndetje, sa për Shqipërinë Rama është problemi. Ai do rezistoj derisa të vi. Një sekundë, derisa të vi, jo. Një me mbiemër Rustemi. Nuk e bja njef. Por s'postojme një Gjermani me tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më thuaj. Jam unë ditën e shtunë marrë dhe sa për protestën dhe se me thosë për të fjallë se Rama rëzohet su polako. Qofse na merë shtunë, do presësh deri të hënën. Po, ditën e shtunë jam mundu t'ju marrë live nga kjo. Po. Ndoshta ka ndjekur ty live në fjalim. Jemi pushim shtunave, po ti e di vetë. E kuptoj.
Sepse nuk kemi mundësi me çat lidhemi tjetër. Qëndro. Ne kemi këtu konflikt me leje për të dalë, se ditë tjera. Po, edhe ne diçtu ne kemi lejen vetëm. Të shtunë nga lejohet për të dalë këtu neve. E kuptoj, shumë mirë. Ajo është ajo ditë që të lidhëm si shqiptarë dhe dalë gjithë bashkë. Po pse edhe dje që ishte e diel, ka qenë plot Berlini me shqiptar, plot Vjena në protest. Shqiptarë dalim ne, do të dire nga lejohet me arstu për të dalë aty, me leje. E kuptoj. E te kalojmë këtë moment, më thuaj. Me si ata kishim ashtu që të lidheshim direkt, live. Po pra, e kalojmë këtë moment, edhe sa reziston Rama. Respekt dhe sa për temet, po, edhe jaftë barë inshallah. Inshallah sa më shpejt ta kërposim. Okej, dakor, të nuk e ka një afat të zotëria, por ka një shpresë që nuk e të rezistoj shumë. Kemi dhe një tjetër telefonat në Dhe studio. mi presim pa unë burko. Alo, mirëmëngjes. Alo, mirëmëngjes. Mirë se vini. Po, respekt dhe për të dy juve. Faleminderit. Kreta shkërtjes e gjithmonë. Faleminderit zotëri. Respekt e Flavio se të pasë të jenë proces që fole. Shumë mirë, respekte. Faleminderit. Dhe i dëgjoja njerëzit si që dëgjojnë dhe në mërmjet televizionit që janë të pakënaqur me këtë kas politike dash me Berishën, dash me Rama. Po lodhëm për hidhet. Sigur të kenë qenë gjenit ke punuar shumë mirë, pra po lodhën njerëzit. Prandaj, është kasa politike jutigi. Kjo kasa e vjetër. Shqipëria, ne kemi dy shtëpira të gjithë, kemi një shtëpi tonë dhe kemi një shtëpi të përbashkët, është Shqipëria. Në 90-ën odhën themelet keq, se shtëpisë tonë të madhe përbashkët. Se disa që partia punës ndërroj e emrin dhe Partia Socialiste, por me këtë njëjtë njerëz, me të njëjtë ideale, me të njëjtë mendime, por në Partia Demokratike u hodhën disa ndërrojnë vetëm pjesën e partisë kollare, dhe janë akoma prapë sot. Këtë partinë e punës ose Partia Socialiste e kuptoi unë deri diku. Po Partia Demokratike, zoti Berisha, ka qenë 2-3 herë kryeminist, president, pse nuk u hapën dosjet e sigurimit të shtetit të shikonin të gjithë popullit kush kishte shërbyer në atë sistem, nuk them të dënoshin se ishin nën punë sa ti sistemi ai regjimishte, po ti thoshte zotëri ke qenë sekretar partie, zotëri ke qenë ministër, zotëri ke qenë drejtor ferme ku ti u ishin, rri aty në shpitende, je doktor, je profesor, je mësim, shëro njerëz atje dhe në pushtet nuk do dish më. Pse nuk e bëri Partia Demokratike këtë? Mund të më thyesh i përgjigje, të hapet dosjet. Dhe ju besoj se e keni para të filmin Vdekja e Kalit. Okej. Po aty më kujton të moralizotin që në kone para 9 vjet ka qenë i përsekutuar nga kjo kas politike, direkt ose indirekt nga Sali Berisha dhe se ka qenë sekretar partie, dhe prap do presi këta zgjedhje prap Çaliu për deputet apo jo, me këtë sistem që është. Pra, nuk është kjo problemi i Zvërnecit, e problemi i këtyre, është problemi më i madh për tërë kasën politike, madhe za djallës. Rama ikën kur ikën dhe Berisha si që i dëgjon dhe ti i dëgjove atje protestues. Është mërzitur zotëri me këtë kasë politike, na kemi duruar herë se këtë radhë të punojnë, se nuk do vjedhim, të gjithë kanë vjedhur. Të gjithë kanë vjedhur pa përjashtim, shikoj kullat, shikoj kush i ka. Jo, më shqetëson që relativizimi, se... Jo, mos shqetësoj fare. Gjithë kanë vjedhur, po s'është e kanë bërë gjithë narkoshtet, këtë nuk është se e kanë shkatruar gjithë këtë qytet me kulla, nuk është se e coptuan gjithë rivjerën dhe çdo tokë që kishte vlerë dhe ja dhanë 5 shokëve të vet, kështu që nuk e bëjt dot gjithë dhe ata njerëz në shesh dëshmojnë një gjë, që patjetër gjithmonë ka pas probleme, po kurrë askush nuk na ka bindur dhe bashkuar që ky zotëri e ka çuar në ekstremet pa njohura për Shqipërinë dhe besoj edhe për botën. Dakor? Faleminderit, e përshëndesim mikun ton. Ndërkohë do të ecim me tëra telefonata, Greqia tani. Greqia, më thuaj. O, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si ishte kjo deri kur do të rezistoj Rama? Po, edhe sa reziston? Në të them eksakt. Hajde. Po me thonë drejtën?
Ti në rrasë ikën, do iki para këtime zgjedhjeve që të vinë, qenë të zgjedhjet vendore. Para 27. Se ti nuk ikë edhe deri në zgjedhjet vendore, ti dhe grabisja dhe ata do të jetë shumë e vështirë. Diktatur totale, domethënë. Po. Dakor, faleminderit. Përshëndesim mikun ton, skema është duhet iki para zgjedhjeve. Urime për emisionin, thotë një mesazh, një merit duhet ja njohim Ramës, po i bashkon shqiptarët. Nuk duhet të ketë kthim mbrapsht fatin e Gaddafit. Kjo qëndronë. Si ishte fati i Gaddafit? Mban mend që çfarë ndodhi Gaddafi? Si ndodhi? Cili një kanalizim pa e menduar. Po këtu Rama nuk shkon dot as në për kanalizime se janë shumë keq. Janë plot. Dhe të ngushta dhe të... Dhe janë ngushta dhe janë të rrafshta, janë të rrafshta. Rrafshme kështu. Alo, mirëmëngjes Italia. Mirëmëngjes Flavio. Mirëmëngjes. Po i ndjekim në afër gjitha protestat po bëjmë vlla. Çfarë themi tani, nuk ka ngelur më gjithë pa thënë. Atë i Frokçupi dua t'i kujtoj në 97, ëh. Dilte Vlora thesh, po ti e problemi pushkët ja vdekë Alini me Gramos Huqin. Ai sa të bie qeveria i duhet marr urgjentisht edhe do sugjenosur fare nga Shqipëria ajo fare keqje që e shkatruar Shqipërinë në 97-ën, që i sollën gjitha ato. Më duket ka qenë gjë zëvendësi gjitha para sa Shqipërie. Ky Froku ka qenë gjë zëvendësi Zanit në atë periudhë? Po? Ka qenë zyra e shtypit e bandës Çolës. Çfarë? Po? Alo? Frokçupi? Ora, ka qenë Frokçupi zëvendësi Zanit në atë periudhë. Po apo jo? O Flavio. A më dëgjon? Po, të dëgjoj shumë mirë. Jo, unë kam qenë në krye të protestave që kërkonim lekët tona. Edhe Frokçupi e Gramos Ruçi organizoni protestat e thosh djem rëndeni pushkët ja vdekë Aliri. E ai fytyre poshtër që del sot edhe mbron Shqipërinë, ai fytyre poshtër që e çoi në kauz totale Shqipërinë atë kohë. Ata i hapën armët. Edhe ata janë përgjukuar para popullit aty që ka bërë popullit që ka bërë Sali Berisha që hapi armët në Vlorë, i hapën ata fytyrat e poshtra. Okej. Tani do të gjejmë pak një video të Frokut me që na e përmendë, se kështu është Froku. Po e përmendë, shfaqet. Po pa tjetër, të dytë ne kishte pra të taulant ballën, po çfarë kishte bërë ata pensionistëre, po çfarë shpresë kanë ai njeriu, ka dinjitet, ka personalitet ky njeri. Atë i ka bërë ai Shqipërisë, me ato oficeri, me atë numrin akoma. Kanë dinjitet këta njerëz. E pa ty si ishte ministri i brendshëm, do ta dish cila ishte gjëja e parë që bëri kur ishte ministri i brendshëm? Ditë e parë të punës. Do të ta them. Po, i kemi marrë vesh. Shiko, unë ndjekim rregullisht vëlla dhe emisionet e gjitha dhe jemi shumë. Po kjo, dëgjoj, kjo më pëlqen shumë. Kjo është e preferuara ime se shkon ministër Taulant Balla i brendshëm dhe ditën e parë të punës vendos të shkri drejtorinë e krimit kibernetik dhe rastësisht u bë skema patronazhimit, erdhën iranianët, u vodhën dhënat, u çatim, si rastësisht, rastësisht. Ata tani janë si punë aty të vdekurit që si punë aty të mbyturit që hedh dorën të mbahet gjikundi, shikoj ku janë kasandisur tani, që u ka ardhur fundi, se nuk kanë më shpresë ata që edhe po mundohen me çdo kusht, me çdo gjë tashin ai patronazhist në një pensionista gjenjën akoma ta marrin mi qaf të tallën të bëjnë ato lojrat e bukura që kanë bërë tërkohën. I thonë mllafja nga ne, se edhe unë nga Vlora jam vlla, i thonë derri atje ku e çon dhjamin atje le mos ken me rak se atje do ta lën, mos ken me rak fare. Okej, faleminderit. E përshëndesim mikun ton nga Italia. Faleminderit. Faleminderit. Ndërkohë Merita që po i bashkon, ta shohim pak Frokun. Frokun patjetër. Se deshtash Frokçupi. Po e ka Frokçupi, mos u ngatroni njerëz. Njishit lutem regjia. Mua janë një lum e do vinë në për rrugë të Tiranës, ai në Terezino. Që është një mashinë biro me 5 rrugëcer, ai në Terezi. Ruaj na zot nga këtë kategori. Ruaj na zot nga këta tista, nga këta njerëz të çuditshëm. Çfarë? Dhe Froku është besimtar i madh.
Zoti Frohu, ç'të bëm? Nuk e di. Dakor. Por ka pasur sigurisht është një emocion i madh dhe do doja të shihnim për kresin tonë dhe ta nisim ditën me emocione pozitive. Video numër 3, lutem regjia, një qytetare, sigurisht nëse ka një gjë që është shumë karakteristike e kësaj proteste, është që shumë njerëz janë në video thirrje me të dashurit dhe familjarët e tyre në emigrim dhe i tregojnë pamjet kësaj proteste, energjinë e turmës, bukurinë e saj edhe është vërtet një prej gjërave më emocionante. Dhe tani pas këtij emocionit bukur, me njëherë Tavlant Ballën që mos mësoni me gjëra të mira kollaj, të doni Tavlant Ballën që bën kështu si ekonomist? Po pse jo? Se është ekonomist i kulluar, i mbaruar. E pak të lutem në video numër 6, po i mrekulloj. Investohen 4 miliard, vlera atyre në ekonomi nuk është 4, është 8, është 12. Sepse fillon qarkullimi. Do marri tullën, do marri tjergullën, do marri cimenton, do marri pemët që do mjelli, se do mjellin pemë tjera ato tjerë më. Stop. Ato që Muedim Begon. Edhe që është deri këtu. Tani, që për ata që nuk e din, Greta ka studiuar financë. Dhe unë dua të di, Greta, ma shpjego pak trash, si 4 miliard bëhen 12 miliard. Këtë do doja të dija. E telefonoj pa Klul Bashën, po thot me sa shumëzohet. Ai ka matematikë spektakolare. Tashi, ky që do marri tjegullën, cimenton dhe pemët, unë e di që... Kështu do t'i shpenzoj. Te 4 miliard që janë këto? Po varet tani, si pas Parti Socialiste, kemi vërë re që të ketë shumë fishtime të frikshme. Këta do e taksojnë 4 miliard që në sikur 12 miliard. Edhe ndoshta. Së kuptova. Ma shpjego pak, si bëhet 4-12? 4-12? Greta, se ka dhe kemi quar në shkollë. Jo, në këtë rast nuk ja kam iden, sepse nuk e kuptoj që lidhe ka pema me tjergullën. Pra është problem më i thellë se sa ekonomi. Mos e kishte fjalën për pjergullën. Se ka pjergulluar. është bërë një pjergull Tavlanti i shkret, po nuk kemi që i bëjmë. Vazhdojmë me telefonata. A tregoj diçka interesante? Pas kësaj telefonata. Kemi gjithë ato telefonata. Nuk e kemi zonjën, do presim ato kemi një studio. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Flavio? Urdhro. Flavio, trëmbe? Jo, a ishtë donda. Mund t'jetë trëmbur, po një telefonat tjetër nga një prefiksi çuditshëm. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Më thone. A mund të flas pak me... Po me Flavio po flet. Me Flavio po flas? Po. Më thuaj. Unë jam një ndjekësi shumë i emisionit juaj. Faleminderit shumë. Ju përshëndes për gjithçka që ta transmetoni, por një abitje kam unë me ata deputetët e Partisë Socialiste si nuk kam pak fytyrë. Se njeriu për ata rron për pak cip. Nga kush e preti për shembull? Cipën. Se unë jam larguar nga Shqipëria 20 vjeç kam qenë, në 90-ën. Dhe jam 36 vjet në emigrim. Okej. Edhe pres 36 vjet për të rrulluar Shqipëria. Po ai është diktator më keq se Hoxha. Se unë e kam jetu Hoxhën. Okej. Ai nuk largohet kollaj. Ai vetëm me grev masive dhe grev urie mund të largohet ai njeri. Ja kuptoj. Kështu që... Po sa reziston me këtë lloj proteste thua ti apo pafund? Unë s'e shoh atë njeri, sa ai s'është normal, ai nuk jep dorëheqje. Dhe po s'u po keq nuk bëhet mirë. Me thënë drejtën, ndoshta se ke shumë kopa që në Shqipëri, po është goxha keq, ë? Nuk është aq bukur. Po, është goxha keq, nuk është aq bukur, po njeriu rron për një dignitet, për një fytyrë, për një të ketë pak cip, ata ai Tavlant Balla që shoh aty ai është më idioti nga të gjithë deputetët. Ja, ka konkurrencë fort.
Është një gare Është fort. pamundur. Unë kam jetuar 30 vjet në Greqi dhe jam 6 vjet në Zvicër. Është krejt ndryshe politika këtu. Dje këtu bëj një votim për popullsinë e Zvicrës, sa do arrijë, do rrijë 10 milion në 2050 dhe votuan 55%, po le të vazhdoj të rritë popullsia. Po këtu është një shtet tjetër, është sa e duan vendin e vet. E respektojnë. Politikanë nuk kanë frikë dalin në rrugë. Respektohet ligji. Atë po përpiqem. Abia tjetër është sa mandati duan Ramës për të bërë ujë 24 orë. A mund Sa pyetje bukur. Këtë njeri? Edhe ca. Si edhe ca? Sa mandate. Pra, se po t'i merrni ju, se po duhet marrë këto qesharake, këto janë tu ku ngulin populli. Gjitha Shqipëria ka gjitha pasuri. Shumë vërtet. Ku shkon? Vitet, ku shkon? Si ku shkon? Vitet. Dakor. Faleminderit zotri. Të falenderoj për telefonatën, e përshëndesim mikun ton, ndërkohë do doja të përcjellja ndonjë mesazh për ata që sigurisht mundohen duke na shkruar, por është kaq e vështirë mes telefonatave tuaja të shumta që sigurisht na bën qefin. Ndërkohë do doja të lexoja një mesazh, por ndoshta mund të më presim në studio në telefonat. Mirëmëngjes, jam dakord me protestën, duhet vazhdoj, më bën përshtypje Rama ka vjedhur me Ballukun, gjithë Shqipëria këta thon Berisha Burg. Pra, e kemi të kaluar këtë moment. Ta më presim telefonatën? Po, se jemi drejt fundit se hapësirë, për të rikthyer pas pak sërish me telefonata. Mirëmëngjes, jeni shumë të mirë Flavia bashkë me atë vërtetë. Vajzën. Faleminderit. Ju përshëndes sa. Edhe po përballen me njerëz që janë më gjithë men të ndodhur me nga ajo. Për sa i përket atij Frokçupit, atje nga është ai çdo shtëpi ka i spion. Edhe është njeriu më i urryer, jo krajnore. Që ka dalë, jo krajnore, se pa e dim historitë e tina. Ai nuk futet në trajt e ekuilibrit të kohës. Ai vetëm është njëri partjak, ndoshta ka interesat e veta, jo interesat e përgjithshme, por dalim të kjo tjetra. Rroft rinia. U zgju ma shumë vitër. Por u zgju pak vonë, por ma mirë vonë se kur. Rroft rinia, o zot, Shqipërinë e marrë të diaspora që ka një zhvillim kulturor, dhe këto të vjetit të hikin, se të hikin kështë pjesa u takon me netë më të vetë, sa kohë ka me rrugë. Faleminderit zotri. E përshëndesim mikun ton dhe jemi në fund të kësaj hapësire. Që kemi shumë ende për të diskutuar, ndoshta është momenti për një magnet Doro Liquid, që është formula ideale për të kthyer energjinë dhe balancën në trupin tuaj. Meqense është dhe fillim jave, është e rekomandueshme për shkak të përbërjes së tij me magnez dhe përthitjes së shpejtë, ndikon atje ku keni më së shumti nevojë, në muskuj dhe në sistemin tuaj nervor. Është ideal për ditë të ngarkuara, të lodhshme, të mbushura me stres, por edhe kur kryeni shumë aktivitet fizik. Magnet Doro Liquid është energji, qetësi dhe performancë në një produkt të vetëm. Ne do kalojmë në publicitet. Rama jepe publicitetin.